Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se takohemi së bashku në rubrikën intervistë. Lahuta përfason shumë më tepër se sa një instrument muzikor. Ajo është zëri i historisë, kujtesa e një populli dhe rrethimi që ka udhëtuar ndër shekuj brez pas brezi. Përmes tingujve të saj janë ruajtur ngjarje, emra dhe vlera që kanë ndërtuar identitetin shqiptar. Sot, kjo trashëgimi e çmuar kulturore është pjesë e trashëgimisë kulturore jo materiale të UNESCO-s, duke marrë një vlerësim të merituar ndërkombëtar, që nënkupton edhe përgjegjësi më të madhe për ta mbajtur gjallë këtë traditë. Për të folur për lahutën, këngën epike dhe rolin e lahutarëve në ruajtjen e kësaj pasurie shpirtërore, sot ndodhemi në Vitoj me lahutarin nga Melcia Gjokalaj, të cilin në këtë momente dua ta falenderoj që ka pranuar ftesën e televizionit Bojë dhe që na ka shoqëruar këtu sot me lahut. Përshëndetje, faleminderit që keni pranuar ftesën tonë. Përshëndetje, përshëndes televizorin Bojën. Jo sot, por nuk është hera e parë, por edhe disa hera tjera kam qenë me ju. E faleminderit për juet. Lahutën e trashëgova qysh i ri, e trashëgova se e gjeta aty. E gjeta të prindit e baba, edhe vazhdova me lahutën. Isha e dashtun me lahutën si kur mishi me ashtin. Nuk e lëshova kur pej doret. Pa kohë e përdava lahutën, isha në punë e fëmija në shkollë, edhe Qirazhi isha, nuk isha shtëpinë time, nuk më duke se më ka hije lahuta aty, por mashi kryem fëmija shkollën, unë marruam edhe shtëpinë, vazhdova me lahut, u krijua shoqata e Shekëra Gruda, ata e dishin se unë jam marrë me lahutën e merdhen të dera, ma bleni lahut, e blenë për shoqni lahutën, edhe qysh atër kam vazhdua. Megjithse u shpërda, ajo shoqat nuk jati shumë, por unë vazhdova lahutën, më ftuan shoqata kohën nga Dinosha, qysh atëre sot nuk jam në shkap asaj shoqatet. Jam kënë edhe në shoqata tjera, më kanë thirrë edhe në shumë mese, edhe në ndonjë ndazë më kanë thirrë. Edhe isha i dashtun me lahutën, kudo që jaso, vetë shkosha me lahutën. Lahuta ka ekzistuar në trevat tona, aty ishin pak shtëpia, po lahutat i kishin tonë virun. 8 shtëpi ishin, po 7 lahuta ishin aty. Gati toni bishin lahutën. Mramjet mazdarket, ata i kanë ditë ato kontë kate vjetra kreshnike, ku ata me ato kontë të tynet kreshnike, veshin edhe në gjumë. I erdhë koha lahutës, i erdhë koha që je kam prit këta. Unë jam edhe njëri tashë në mosh, por prita me pa që i lahuta jonë dhe të shkojnë edhe në UNESCO. Drejtori i institutit Albanagjik i Prishtinë, Zymir Neziri, ai ka punua shumë për lahutën, ka ardhur në shtëpi edhe na së bashkut, ati interesote me ditë ku ka lahutat vjetra, ku ka njerëz që i bien lahutës, edhe shkoshim bashk, edhe ata që kanë dekë, që i kanë ra lahutës, ai mi lypte kush janë kënë ata edhe ma i merë të emnin. Kurse ai e shkrovë edhe librin, ashtë këtu puz mejet, ky libri, e posi i kreshnik vetë, këtu më ka dhurua ai, këtë liber, ka shumë shihet se në bazë të ti, gjurmet e eposit, kreshnikvet, në bazë të ti në lahuta edhe ka shkua në UNESCO. Kam bisedua me zërin, Kosova nuk ka kënë në atë kohë qeveri, e nuk ka mujt ajtë me e dorëzua në UNESCO, po për krye Shqipnijet, për krye Tirane zyrtare, edhe e futën lahuta në UNESCO, ku jem knasën gjithë. Tonë lahutarët, ku do që janë, i përshëndes nga zemra, që punuan e pajtën gjallë këtë instrument vjetër shumë. Kjo është lahuta, është në kajtet, tash kemë edhe xhublet në atje, por është me shekuj instrumenti vjetër e trashëguan lahutën. Mirë, atër ju përmendet që kjo ishte një trashëgimi familjare, por a ju kujtohet momenti i parë kur ju e keni dëgjuar lahutën? Po, unë ato i një gjosha dhe tjerë lahutari, një gjosha ato isha i vogël, por unë lahutën
më shkote syni të lahuta edhe mora gjithmonë, për ata të thaqë edhe parë, unë me lahutën isha sikur mishi me ashtin e deshta shumë. A ishte e lehtë apo e vështirë të bëhesh Po lahutar nuk e në di atë isha kohë? fëmijë, nuk e disha se si, por e mësova, i këshysha ata të vjetrit si i bien edhe unë e mora, aso. Masandena, këtu komuna e Shpalli i konkurs, dhe gjatë ka ata që i hapun, po për mu paracit dikush, petrive me marrë lahutën, por nuk u paracit kur. Nuk e se janë 3 muaj ka në i hapun, edhe kur su paracit me marrë lahutën. Po çfarë ndjenjë zgjon lahuta tek ju sot pas gjithë këtyre viteve, pas gjithë kësaj kohe? Unë edhe sot e kam kujdes, edhe sot e shikoj virun atje ku është, kam qef me pa lahutën. Sa e pranishme ka qenë lahuta dikur në Malsi? Përmendet edhe pak më herët, do thot në fillim që ndoshta pothuajse të gjitha shtëpijet e kanë patur lahutën. Po, besa e Zotit e kanë pas gjithkund, sepse lahuta ka ditë me kënua, por ka ditë edhe me vajtua. Tash, Turgut Pasha, kur i ka ra Malsi se kënejna, ai nuk e dinte pse malsor, se me malsort kanë vazhdu edhe luftnat. Lahutari në kryet sofrës ka nejë si kur një oficer. Ka parancit mëlle, se me anë lahutës janë përcjell edhe luftnat. E Turgut Pasha vjen bjesed se po javrasin ushtarët malsorët dhe i thot kaj mekanit e i thot atynet të oficerve tynet që ka po malsorët, pse po në vrasin kështu ne qashtë këta po në i dinë sekretet. Ata nuk kanë ditë se me anë lahutës janë përcjell shumë gjana. Lahuta ka nejt edhe në kish, ka nejt edhe të ushtëria në gazermat ushtarake, ka nejt lahuta. Edhe ai, Turgut Pasha, kur e të blojnë se lahuta po fajtëson, po as në luft, ai organizon oficerët e tyne që të shkojnë e t'ja shpojnë qaprat e lahuta që mos mujnë me dhanë ato tingut për luft. Bile, okej, aso, a ka lejë nëna i dojë djallë, njëtë Malsi, mua me mdallë, me më mbra, njëtë lahutarë, se me lahut dekunit po mi gjallë, se lahuta i ka gjallë, i ka kushtrimu, ka dhe kushtrimet e luftës, me ta. E ku këndoj? Malsori, një dorë ka pas pushkën, tjetër në dorë ka pas lahutën që i kanë mësujnë luft në ato kohënë. E ku këndoj më së shumë ti lahuta, do të të në festa familjarit, u bime shoqërora, por gjithë ku përmendet ju? Në balë të gjaku ka nej virun, aty ka nejt edhe kjo e thatë, se kjo do të me kënë e thatë lgura, ka nej aty ku janë kënë gjarmi atër, se janë kënë shporeta, po janë kënë gjarmishtat, aty ka nej lahuta. E çfarë roli ka pasur lahutari në jetën shoqërore të asaj kohet? Të asaj kohet lahutarët janë kënë veçantë, ata janë kënë me zonë, kur ka hi lahutari mrenë, ata janë qonë komë, se edhe venin e ka pasë në sofër veçantë lahutari. Ka qenë do të të figurë e respektuar në shoqëri, lahutari? Po, ka qenë figurë si një oficer në balë sofrës lahutari. Përmes këngës epike janë përcjellë ngjarje historike dhe figura kombëtare. Sa e rëndësishme ka qenë kjo formë rrëfimi për shqiptarët? Ka qenë e fortë ajo për shqiptarët. Shqiptarët ne kemi pas zona e Veriut Malsis, kjo ka pas më shumë të lahutën. Masandena e kanë edhe Ballkani edhe tjetër kush e ka pas lahutën. Ai menohet në UNESCO, se e kam pa vetë se si e ka është një Serbia në UNESCO vetë, kam thënë ajo, nuk është se ai Serbi ka hinë teshat një Malazezit, edhe ajo lahuta dihet se fishta e ka shkrua atje, se lahuta është e Malsisë e kur kuj tjetër. Malsorët nuk i kanë thënë lahut, malsorët i kanë thënë lavd, se lavd ka lavdua lahuta. Lahuta ka ditë në Vatikan, ekziston, është vajtimi i male vetë, për atje lahuta në Vatikan ruhet. Në kishtë koni ku të ekziston lahuta e vjetër, në kishtë janë aty, e kam pat, lahuta dhe raj kam aty në Podgoricë. A mendoni se lahuta ka qenë edhe një formë shkolle për brezat e hershëm? Ajo përdor lahuta se kanë kënu ato këngë të kreshnikëve, ku sot nuk i kënojnë. I kuj liber pleta me këngë kreshnikëve, e sot ato se janë, nuk i dinë të rritë, nuk e duen atë punë ma.
Me atje unë përmenda që do të përmendme që Lahuta është përfshirë në trashëgiminë kulturore jo materiale të UNESCO-s. Çfarë do të thotë kjo njohje për ju si lahutar? Jeni të gëzuar apo jo? Ata atë ditë e njohë, ditë historike, ditë festet, e kam nizua kryetarin e lahutarëve të Kosovës, Sokol Pakollin, e kam nizua në media, që a i thot do t'i bashkoj lahutarët edhe do t'i bëjmë ditë festet, atë ditë që më prenua lahuta. A mendoni se kjo e obligon shoqërinë që ta ruajë më shumë këtë trashëgimi? Po vetë, i thomë shosni, se thomë aso, bela dhe tash edhe më shumë kanë me kanë të interesuam kurse lahuta shkohë në UNESCO të shohin se çka është lahuta. A ekziston rreziku që lahuta të mbetet vetëm simbole, jo praktike gjatë, si e shihni ju këtë? E shoh se të rinjt nuk e duan, por se prapë edhe si simbol me metë se kanë ble lahuta për e kënejnë, i kanë qua në Amerika, i nuk i majnë virun dhe duan me ditë se është jona. Mund të na tregoni edhe dallimin mes dy lahutave që gjenden këtu pranë nesh? Po, kjo lahuta e vjetër, kjo ajo që jem folë deri tash për ta, se ka shumë vjetë kjo lahut, se ma e mendas unë, por e ruaj këtë lahut, e barabar binë si dhe këto të rejat, por tash janë modifikua, kanë dalë, këtë lahut në re kam punua me Gjergj Kastriotin, me nonën Tereze, dhe aso, lahuta taman ka kënë me kokën e dhijis, si që ka kjo. Edhe e ruaj këtë lahut, e marrë me vetin, ku shkoj me këtë stolin e vjetër atër. E sa e vështirë është sot të mbash gjallë traditën e lahutës? Përbes, pak janë të interesuar me majtë ma lahutën, traditën e lahutës. Pak, por bela tash, unë gjithmonë kam shkua me shpresë, unë më shova, u plaka, por gjithmonë kam shkua me shpresë që lahuta, pa tjetër ka me shkua se është zoti e pa tjetër ka me shkua në UNESCO. Nuk kam me humë ajo. Dhe mendoni se nuk ka mjaftueshëm të rinj të interesuar për ta mësuar lahutën? Tash kem me pa, se kanë me pa se ka shkuar në UNESCO, tash shohim pa të si ka me marrë. Do është në gjallë një interesim. Çfarë roli duhet të kenë institucionet apo edhe familjet në ruajtjen e kësaj trashëgimie? Mua gjithmonë familja më kanë afrua. Unë nuk dhja ka dojë në që si bje lahutës në shpi, edhe nuk më thonë në lea, mos i bjera, por kam bajnë edhe në qizim, bajnë gjana. Mi, atje për fund, çfarë mesazhi do t'u përcjellni, apo një porosi që do t'u përcjellni brezave të rinj shqiptarë, ku do që na ndjekin? Përshëndes tonë lahutarët ku do që janë i herë, që e nimuan këtë punë e ruajtën. Përshëndes tonë shqiptarët ku do që janë, uroj festat që po vinë, tonë shqiptarët anë e marë botet ku do që janë. Përshëndes shosnin koha nga dinosha që i dhe ata, më përkrahen, patën kujtes gjithë, me ta kam shkua. Për zotën, s'kem lëm vend ku më pa shkua me ta. Bile për një kohë shkurtën, për 2 ditë, kem kënë tropoj, në festë Valbonës, pe aty jem këthu e në Rozhaj, pe Rozhajt e në Prishtinë, në 4 festivale këna marrë pjesë pinjë pa nalë, me kohën. Mirë. Atje mua mbetet ju falenderoj shumë për këtë bisedë të çmuar, gjatë së cilës folme për lahutën dhe rëndësinë e saj si pjesë e identitetit dhe trashëgimisë sonë kulturore, një trashëgimi që ju e keni ruajtur dhe e keni përcjellë me përkushtim ndaj këtyre viteve. Faleminderit edhe për juve, faleminderit përshëndes televizorin Bojin, gjithmonë ini krah nesh. Dhe ju falenderojmë gjithashtu paraprakisht për tingujt e lahutës që tani do t'i përcjellni tek shikuesit e televizionit Bojin. Ju urojmë shëndet të plotë. Faleminderit shumë.
po s'ke ruajte, qysh prej gjeto basho muje. Ka përcen shekuj të merohen mole tonë gjohë se gjohë. Në mole tonë gjohë se Koton se je marue, kush koton se je harue, e kur nuk plokesh, e kur nuk folesh, o lahute je hon pe molesh. Shkon të ka përcyre, roja shqypet rine mi krye. Vola hute je hone pej monitoj. Kjo është gjithë mon mune. Pas djolit more.